Njihuni me dy shenja të horoskopit që duket sikur e kanë gjithmonë universi në anën e tyre. Disa njerëz duket sikur arrin të dalin nga çdo situatë e vështirë pa u thyer kur plotësisht. Qoftë një krizë financiare, një problem në dashuri apo një periudhë e vështirë emocionale, ata gjithmonë gjejnë një mënyrë për t'u rikthyer më të fortë. Sipas astrologëve, ekzistojnë dy shenja të horoskopit që kanë një aftësi të veçantë për të kaluar sfidat e jetës sikur universi të jetë vazhdimisht në anën e tyre. Demi është një nga ato shenja që rrallë humbet kontrollin edhe në momentet më të vështira. Sipas astrologëve, sekreti i tyre qëndron tek ngulja dhe aftësia për të qëndruar të fokusuar deri në fund. Ata kërkojnë stabilitet, siguri dhe një jetë të rehatshme, ndaj zakonisht punojnë fort për ta ndërtuar atë. Ndërsa të tjerët mund të humbasin kontrollin gjatë periudhave stresante, Demi zakonisht ka gjithmonë një plan rezerv. Pikërisht kjo i bën të duken me fat, pasi ata nuk dorëzojnë lehtë dhe dinë si t'i menaxhojnë problemet me qetësi dhe pragmatizëm. Shigjetari. Nëse Demi mbështetet tek qëndrueshmëria, shigjetari duket se mbështetet tek fati i pastër. Sipas astrologëve, kjo është shenja që lidhet më shumë me bollokun, aventurën dhe mundësitë e papritura, nga një promovim i papritur në punë tek njohja me personin e duhur në momentin më të papritur. Shigjetarët shpesh duket sikur tërheqin fatin natyrshëm. Kjo lidhet edhe me faktin se planeti sundues i tyre është Jupiteri, i njohur në astrologji si planeti i fatit dhe zgjerimit, dhe kur kalojnë periudhat vështira, shigjetarët kanë aftësinë të rikthejnë optimizmin shumë shpejt dhe rrallë qëndrojnë gjatë të zhytur në negativitet.